Thuaj, Muhamedi ka thënë thuaj, a janë të barabartë ata që s'dinë me ata që dinë? Pra popujt e shkolluar me ata të pashkolluar, a janë të barabartë? Përgjigjja është jo. Vazhdojnë komparacionet e ajetit pastaj. Ka thënë, a janë të barabartë në Kur'an ata që rrinë në diell me ata që rrinë në hije? Nuk janë të barabartë. Ka thënë, a janë të barabartë ata njerëz që janë të smuar me të shëruar? As nuk janë të barabartë. Është i barabartë i varfërit me atë që është i pasur, është i barabartë i smuarit me atë që është i shëndosh, është i barabartë ai që është i ri me atë 70 vjeçar. Nuk janë të barabartë. Ka thënë, më në fund, është wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat. A janë të barabartë popujt e shkolluar me ato të pashkolluar? A janë të barabartë të gjallët me ato që janë të vdekur? Kush janë të gjallë? Popujt e shkolluar janë të gjallë, sipas Kuranit Kerimit. Popujt e pashkolluar janë popujt e vdekur. A ka vdek Naimi? Naimi a ka vdek? Ai s'ka vdek, po a është i gjallë? Ai është i vdekur, por nuk ka vdek. Është i gjallë, edhe kur eshlet e ati janë bëdhe. Vlau joni ignorant të thash i vdekur edhe kur hec me kam bitu.